fundu një reagim edhe asgjë më shumë. Nesër, sot do më thonë është varrimi. Ai shkrim që do e bëj, ajo është i parëndësishëm. Sepse fundja arsyeja pse po bëhet shkrimi, pse po bëhet reagimi, është në raport me procesin fjalë. Procesin fjalë, kërkesa bëhet që sot me pas qenë presidenti thotë këtu. Domethënë ajo mundet me bën sot kërkesën, ajo kërkesë mundet me protokollu, ajo kërkesa do të çortohet javët, ditëve ose muajt vijim, domethënë është e parëndësishme. Na ç'është është e mundshme, kur e kam thënë edhe këto më herët. Politika tona ç'është mundi me qenë reaguese masi të ndodhi incidenti, masi që të ndodhi një aktivitet, na me fillu edhe me diskutu me reagu. Se ana nuk e kena ditë që është një sjellje e tillë gjykatës speciale, a nuk e kemi ditë që do të ketë reagime të tilla, a nuk e kemi ditë që mund të jetë potencialisht që me u refuzu, na është dashur në bëni kërkesë, unë jam habit për te aty në polarizime që i kanë, sepse po do të konsultu me familjen, me advokatin, edhe me bë kërkesë një muj se e kanë ditë tash më vesh të ndjerë, a gjitha që baba ish president e kanë ditë çfarë gjendje tronë konë kardiologji, në emergjensë, dinë aty njerëzit të shëndosh nuk rinë aty, dhe është dusht Ministria Gjesë Zoni Haxhiu, për të aty e përsërës prap, u du me bo kërkesën që për ditë sotit, më konë ish presidenti me familjen dhe kaq jo, vesh e tha shkodrani sa për si e faqe, ajo është vesh për një kamuflim, sa me kalu lumin pa alak, po jo, edhe çdo njeri mbi 18 vjet ose një moshë 5-6 vjet e din se ajo është farsë thjesht dhe nuk mund të ketë kome diçka po ja pra këtu te na politika orta këtu ecën veç sa për si e faqe edhe interesat e veta në grup asovrani i voton për gjithë njët pa parasysh se nesër mundet më konë edhe vetë na kësh i tyneve mirë hipotetike tash po folëm dhe tash po sido që tjetë këtu është gjithçka po shpresojet që t'i lojnë onash, i kanë lojnë fushat dhe t'ju kthejnë edhe vizita Sorensene që ke tash të do të folë me tash, është mesazh i qartë ajo. Po thot para se me kalu te Sorenseni, shkodrani. Vetëm të përfundojmë. Po fundi është këta duhet me kuptu diçka. Ideja është që kërkesa dhe trajtimi që na po kërkojmë prej institucioneve, nuk bëhet në raport me personin i cili është i akuzuar. Po bëhet në raport me një shtetas që është i Republikës Kosovës. Sot është presidenti thotë që nesër mund të jetë dikush tjetër. Na po flasim për të drejtat e një pale që realisht i takojnë, sepse këta persona mos harrojmë atë janë palë në raport me gjykatën. Edhe fundja na duhet me ditë që ata janë të pafajshëm derisa nuk vërtetohet e kundërta. Ne qysh në proces ne po i shkelim të drejtat e tyre. Qysh ne po konstatojmë diçka që ende nuk ka vendim gjykate. Trajtimin shteti i Republikës Kosovës qysh ja ka bë. Në qoftë se e sheh, na vazhdimisht po ankohemi që gjykata speciale, prokuror, gjykat trajtimin në raport me të akuzuarit e kanë jenë sill konform asaj se sikur këta ishin të dënuar me një vendim të plotfuqishëm, sepse fundja trajtimin e kanë pas till. Mirë, po na mos harrojmë, po ankohemi si po sillen prokurorët, shikone institucionet e Republikës Kosovës, sillen e kanë pas nuk mundi me gjetë një dallim në raport me prokurorin edhe gjykatën speciale. Sillen e kanë pas njëjtë. Në qoftë se ata i kanë trajtuar si të fajshëm, në qoftë se ata i kanë trajtuar si fajtor ende pa u shpall vendimi, njëjtë i kemi trajtuar edhe na me institucionet tona. Domthonë nuk kemi pas asnjë ndryshim, nuk kemi pas asnjë dallim. Puna jonë domethënë ka qenë zero në raport me ta. Përkundrazi, ne shpesh herë me deklaratat tona të pamatura ju kemi kry punë edhe ju kemi dhënë në shërbim prokurorëve atje. Po sepse kemi marrë si referencë në media studive, sepse fundja po harrojnë ato që e përfaqësojnë dhe po harrojnë që prokurorët që janë në gjykatë speciale nuk kanë punë tjetër përpas që me i pa deklarimet edhe me i pa personat konkret sepse fundja monitorojnë edhe çdo studio kreta ata i këshirën nuk e përfaqësojnë emrin dhe mbiemrin e tyre mirë po pozicionin që e kanë. Kështu që sot është shumë absurde me kur të vjen momenti i tillë siç është ky rast tash që po diskutojmë, na me fillu edhe më anku edhe me shfaq gjitha paknatësit brenda 24 orëve, sepse kjo do të kalon. Do të përfundon kjo procedurë, do të kalon edhe varrimi të ndjerit, edhe ma nuk do të mirët askush me këtë punë. Kështu që këto është fatkeqësia e krejt kësaj pune dhe kjo tregon për një mos seriozitet të institucioneve tona në raport me këto kërkesa të cilat i kanë, edhe me këto ankesa, sepse përderisa këta gjejnë kohë ministri i drejtërisë, presidenti, kryeministri që gjejnë kohë kryetari i parlamentit që me shkruajt një letër në Telegram ngushëllimi edhe me i dhënë disa ankesa në Facebook, unë po besoj që kish më qenë më e rrugës që gjithë me u bë bashkë ato postime që i kanë bënë në Facebook me vendosur një letër dhe me i nis për gjykatë speciale atje dhe me bëni ankesë në vendin e dur sepse ankesat në rrjetet sociale nuk është që kryen funksion. Po për të jetë në senatove që edhe një kur është kërkuar mi garantu para më vetë shteti i Kosovës ju ka garantu Shqipëria, Kroacia dhe edhe kjo Turqia.
Paremnë, shteta dhe s'ju ka garantuar